Selamu alaikum wa rahmetullah, të nderuar vëllezër dhe motra. Ja ku erdhi më në fund rasti më i mirë, dita më e mirë në të gjithë vitin për t'ia përkushtuar Allahut Madhërisëm me agjërim dhe përkushtim. Ajo është dita e Arafatit. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Katade se pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyetur për agjërimin në ditën e Arafatit dhe ka thënë: ajo është një ditë që Allahu i Madhërisëm ju keffiru senet el madhje wal baqje. Allahu i lartë madhërishëm dhe i mëshirshëm fshin të gjitha gabimet e vitit që kaloi dhe vitit që do të vi. Pra, sikur njeriu ta agjeroj me përkushtim dhe sinqeritet për hatër të Allahut në ditën e Arafatit, do të meritoj fshirjen e vitit kaluar të gabimeve që ka bërë, madje ka rezervë ajsa nëse do të gabojë për vitin që do të vi, Allahu është i mëshirshëm për t'i falur gjunahet e robit të tij. Andaj mos neglizho. Agjeroje atë ditë, mundohu që gjatë gjithë ditës Arafatit sa je me agjërim, ti lutesh Allahut Madhërisëm me lutje, ti lutesh Allahut të plot fuqishëm me lutjet e përzemërta të sinqerta që ke, dhe ti jesh i bindur vëlla, ti jesh e bindur motër muslimane se Allahu i Madhërisëm është i mëshirshëm, do të shpërblej në këtë botë dhe në ditën e gjykimit.